Mos e bëj këtë nëse ke hernie diskale tek qafa jote, sepse çdo lëvizje që asiston në përkuljen e kokës tënde apo majtas dhe djathtas, jo vetëm që nuk përmirëson, por madje mund të përkeqësoj gjendjen tuaj, pra mund të shtoj simptomat e hernies. Në vend të kësaj është shumë e rëndësishme që të bëni këtë ushtrim që unë do ja udhëzoj tani. Realizuar ushtrimi duhet të qëndroni shtrirë me kuriz dhe të keni vendosur ose një tapet joge ose t'jeni në dysheme, pra nuk duhet bërë në krevat. Koka t'jetë pothuajse e pothitur me murin, duar të përthyer 90 gradë në këtë formë, pra gishtin shikoj në drejtim të dyshemes, edhe dora tjetër, pra e shikon është krijuar 90 gradë, supet të larguara nga veshi, koka mjekra për brënda, po ta shikoni krahërori është ngritur lart, që kraharorin e fusim brënda në këtë mënyrë, sikur dëshirojmë të shtym dysheme, në shty poshtë, bravo. Ngrem këmbët lart. Okej, këmbët i ngrem lart, gjulet shikojmë për jashtë dhe thembrat janë afërsisht të ngjitura me njëra tjetrën në këtë mënyrë. Ideja është në këtë ushtrim nuk duhet të ndjejmë ngarkesë të mesi. Nëse ndjejmë ngarkesë të mesi, ose do afrojmë pak këmbët më afër, ose do të largojmë derisa të gjejmë atë balancë që mos krijojmë ngarkesë muskulare. Ideja është që neve do shikojmë konstante thembrat tona. Shikojmë thembrat, okay. Dhe tani shty murin, krijo shtytje, presion tek muri, mbaje këtë presion dhe marrim frymëthell me bark. Ndërkohë supet janë të larguar nga veshi dhe shikimi është konstant te majat tek thembrat tuaj. Nxirë frymën, marrim frymë hund dhe nxjerrim me gojë. Ky ushtrim është shumë i rëndësishëm, jo vetëm që neutralizon qafën, pra nuk lejon që të kemi dalje të lëngut jashtëligjor duke shtyp relakso, duke bërë shtypje të rrënjave nervore. Përveç kësaj, e para krijon stretching dhe forcim të muskujve, stabilizim të qafës, stretching dhe stabilizim të shpatullave, forcim të krahëve, forcim të barkut edhe të këmbëve. Është një ushtrim që futet në serinë e ushtrimeve posturale dhe shumë e rëndësishme, sidomos në rastet e hernies diskale, cervikale apo të qafës tuaj. Bëjni këtë ushtrim 10 përsëritje ose 10 sete, ku secili set është 5 frymarrje. Dhe duhet të keni parasysh diçka, që frymënxjerrja është dyfishi frymarrjes. Dhe nëse ju ndjeni dhimbje apo ngarkesë tek mesi juaj, duhet të keni parasysh këshillin që ju dash pak më parë.